Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahun e falenderojmë, Allahun e madhrojmë, vetëm atë e adhurojmë dhe vetëm për ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Vazhdojmë tutje dhe ndëruar me disa përfitime dhe dobi të cilat i kemi të nevojshme dhe të domosdoshme në raport me emrin Allah xhallahu ala el-Khabir. Dhe mendoj se ajo që ishim duke trajtuar para përfundimit të ligjëratës së parë duhet të mbetet me të vërtet aktive në zemrat tona për gjatë të jetës tonë. Nga se nuk është e panjohur për juve befasia e shumë njerëzve ditën e gjykimit për disa punë që nuk i kanë paramenduar, por u kanë ndonë ndryshe. Dhe kjo i ka shqetësuar shumë dietarë të ndryshëm. Momentin kur ata kanë lexuar ajete që kanë të bëjnë me befasit e njerëzve ditën e gjykimit. Dhe në qoftë se njeriu i përcjell këto gjëra, do të sheh pamje nga më të ndryshme që do të shfaqen ditën e gjykimit. Allah na ruaj. E që të gjitha këto pamje në kuptimin negativ të befasive të pakëndshme duhet të shmangim që nga kjo botë përmes emrit të Allahut el-Khabir. Ai që dëshiron që mos befasohet, befasit pakëndshme ditën e gjykimit, duhet që të shmang këto befasit pakëndshme me emrin Allahut el-Khabir. Qase Allahu xhallahu ala thot: "Afala ya'lamu idha bu'thira ma fi al-qubur wa hussila ma fi as-sudur." Inna rabbahum bihim yawma idhin la khabir. Në surën Al-Adiyat, Allahu Jalla wa Ala thot: "Afala ya'lamu idha bu'thira ma fi al-qubur." E si nuk e din Allahu Jalla wa Ala atë që do të del nga varrezat ato. Njerëzit do të ringjallen. Wa hussila ma fi as-sudur. Dhe pastaj çka do ndodh? Hussila ma fi as-sudur. Do të mbledhet, do të grumbullohet, do të dalë shesh ajo që ka qenë më herët e grumbulluar në gjoksat e njerëzve brenda aftë. Dhe me çka Allahu na kujton se do të ndodh kjo? Inna rabbahum bihim yawma idhin la khabir. Apo ai që ka më nxjerr në shesh ato që janë grumbulluar në gjoksat tonë është el-Khabir. Dhe njerëzit kur të shfaqen këto grumbull ose ky grumbull veprash dhe qëllimesh dhe synimesh, apo do të befasohen. Jo do të befasohen në kuptim të ekzistimit të saj, nga se e kanë ditë ata, po do të befasohen në aspektin e shfaqjes dhe dënimit të rënd që kanë me marë për këtë. Në sigur që e të ka shumë njerëz llogaritin në ato që ka duket, në fjalët, në veprat e kështu me radhë. Unë s'kum fol, unë s'kum thon kurrë, unë kum hesht, apo atë ka hesht zemra, jo gjuha, apo ka se ka njerëz që ju flet zemra më shumë se gjuha. E Allah dhëtë këto këna me qitë, para se me qitë sa. Hussila ma fi sudur. Prandaj, emri Allahut el-Khabir, sikur që e përmenda, në jep guxim që të thellojmë në brendit e shpirtit tonë. Në jep fuqi që të mbyllim fabrikat e bindjeve falco që dalin shesh, për të liruar rrugën bindjeve reale që ne këta jemi, me këto bindje. Dhe gjithashtu emri Allahut el-Khabir na kursen nga shumë befasit pakëndshme që do të shfaqen ditën e gjykimit. A ditë ku Allahu thot hussila ma fi sudur. A ditë do të grumbullohet, do të dalë shesh ajo që ka qenë brenda gjoksave. Nga se a ditë, apo i gjithë informuar dhe i mirë informuar është ajo që është el-Khabir. Ajo që gjithë e ka ditë kush je, po tash e ka shfaqë. Dhe me këtë gjithashtu e kursejmë vetën tonë nga ajo që ka thënë Allahu xhallahu ala në surën Zumar: "Wa badalahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun." Do të shfaqet atë para Allahut ajo që as nuk e kanë llogarit. Apo për fjalët e mëdha që i kanë thonë, për qëndrimet e shëmtuara që i kanë marrë këtë botë, s'kan llogaritë që kaq i bjen kjo puna aftë. E shëmtueshmëria e veprave të tyre ka më u shfaq
jam në qiyam Allah në rujtë. Një du me llogarit mirë. Llogarit e mirë. Apo, nga se mungesa e llogarisë sot nuk ta amneston nga llogaria para Allahut azza xal. Për shembull, një njeri ka bërë shirk. Ka bërë shirk këtë dunja. Po se ka llogaritë që ka që Allahu e urren shirkun. Dhe jam në qiyam i shfaqet kjo urrëtie. Dhe ky hidhrimi i Allahu xhallahu ala për ballë kësaj vepre. A ka me i gjyku Allah në bazë të asaj që ky se ka ditë, a në bazë të asaj që Allahu e ka urrejt? Me çka ka mu gjyku? Në bazë të asaj që Allahu e ka urrejt. Nga se edhe njerëzit ka me shku në xhehenem për gjithmonë, kur e shohin dënimin në xhehenem, bëhuni të bindur, as se kanë paramenuar se çështu ka më dënuar. Edhe pse e kanë ditë se bëjnë keq. Edhe pse e kanë ditë se nuk janë rrugë të drejtë. Ama që bashkë ka që dënimi, se bashkë që ka që përdime, se kanë paramenu. Dhe jam i bindur se as nuk e paramenu në këtë dunja. Se nuk mirë me këtë punë ata fare. Por fakti që ata nuk mirë me këtë punë, dhe nuk e llogaritin si duhet këtë punë, dhe nuk i shikojnë pasojat si duhet, kjo nuk jam nësën të ka Allahu xhallahu ala. Për punë të këqija që i kanë bëu. Dhe për punë të shëmtuara që ata i kanë përhap në mes të njerëzve, dhe fjalë të këqija. Prandaj vëllezëruar, ne kemi për obligim që me të vërtet, me emrin e Allahut el-Khabir, t'ia shtojmë vetes tonë kujdesin për fjalët dhe veprat që i bëjmë. Jo në kuptim të sinqeritetit, vetëm, a jam për Allah, nuk jam për Allah. Kjo është gjithsesi ajo që duhet të jetë prezente. Mirë, po edhe e dyta, që gjithashtu është e rëndësishme sikur se e para. Apo, a është për qëllim me ndihmu shariatit, a është për qëllim me ndihmu vetvetes përmes shariatit. Nuk ka dallim madh, shpesh këtu janë shumë vija të holla, të pavretura, nuk i vren pos ai që futet thellë në shpirt me kuptuese. Ja për më ki që fe Allahut ki qef me dal jashtë, pse do të hyj bashkë me ta aftën. Cila është aftën? Mos më thuj mu, vallahi hoje unë s'di vallahi, unë të besoj, mos më thuj mos unë s'kam të gjykone. Asun s'tam ty, dhe s'kime më gjyku ti. Po thuja vetës tonë aftën. Dhe fjala që i ka thonë selefi, fjala e hershme, apo nuk është fjalë tek ashtu e thjesht, që është e kalu valla bashkë ashtu aftën. Por ka buru për një ndjenje të madhe të këtij kujdesi që ka fituar nga emri Allahut el-Khabir. Prandaj pse ka thonë Imam Buhariu rahimullah? Pa dini kush shkon Imam Buhariu vllazni apo? A dini kush shkon Imam Buhariu? Njeriu më i kujdesshëm në një mejdan shumë papërshtatshëm. Njeri më koni kujdesshëm në rrafsh apo valla po kujdes po jest apo sportzohet, po normal se rrafsh është, as nuk ka shit, apo nuk ka nevojë kujdes i madh në rrafsh më rujt. Po paramendoje një kodër të papërshtatshme dhe gjithashtu e ngrit me akull. E duhet më ngjit në lart. Edhe ai që ngjitet pa urzu, këti çaj thonë. Kjo është maksimumi i kujdesit. Imam Buhariu rahimullah në mejdanin e të folurit për transmetues të hadithit është i njohur tek dietarët. Është i njohur për kujdesin e madh që ka pas në shprehje që i nxjerr. Për shembull, në qoftë se një transmetues të hadithit shumë nga dietarët eminent i kanë thonë kadhab, ranc. Kjo si të është në hadith, me herë e gjuhë në hadith në ti. Hiq, nuk shikohet bre hiq hadithit ti apëtën. Absolutisht. Kadhab, ai që ranc, s'ka me të më marë. Imam Buhariu rahimullah, kërkuj si ka thonë ranc apëtën. Apo? Për shambull, të kësaj kategorie njerëzve, si kurse kë, i kanë thonë, e kanë lonë njerëzit. Do të, e kanë lonë tjertë, apo e kanë lonë, se kanë marë për ti, apëtën. A s'ka kalzu pse e kanë lonë, apëtën. E kanë lonë, qështu e kom dje, qështu po ju kalzoj, apëtën. Imam Buhariu rahimullah. Me gjithat ka thonë, me latë e ka thonë këta, me gjithë këtë kujdes, këtë devotshmëri, me gjithë këtë dije dhe ilm, apo, i cili ka thonë, se, do më thonë, din me qindra mira hadithe, të pejgamberi s.a.s. që janë të vërteta. Apo, i kanë zonë në gjuetin e ti, për të arrujt hadithe Muhammedi s.a.s.
Ky njeri I cili çdo hadith që e ka shkruar në Sahih al-Bukhari ka marrë gusl. Nga respekti për hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Apo kur ka fjala për një njeri me fol, ka kajt dhe ka thonë, ndoshta ky ka vendos kom xhenet e unë po mirëna me ta. Apo ku e din diçka ka gjykuar Allahu për dikant për njerëzve? E ti ke marrë guximin apo mi a do vadën dikujt edhe udhën ka me shku? Kush je ti Allah? Pse ngarkon veten tonë me do punë që je I lirë për kësaj përgjegjësie? Andaj kjo fushat po them. Dhe kjo dukuri dhe epidemi, fatkeqësisht që po përfshin xhamatin e muslimanëve, rregullohet shumë mirë nëse ne e edukojmë veten tonë në kuadrat e amtall el khabir. El khabir. Ti e din për çka e ke jap. Ti e din. Dhe ai që është I sinqert, ama original I sinqert, jo falso I sinqert, ai që është original I sinqert, ka mundsi gabon një herë, dy herë, apo manipulohet dhe habitet, por me lejen e Allahut, sinqeriteti nuk e lën me vazhdim atutje apo. Ndërsa një njeri që mirët, apo bën stazh në këtë punë, ka përvojë në këtë drejtim, apo edhe absolutisht nuk I dhem barku pejmëra për këtë çështje, se në gjuhët e tyre, gjuhët e tij gjithmonë dikush qëndron për muslimanëve, ka me kuptuar se ky njeri mos do më gjyku filon fisikun. Unë po këshilloj të gjithë neve, apo ka me kuptuar se është një fabrikë hapur më anë. Është një fabrikë, apo që po prodhon mall falso. Duhet me mshël ato. Nëse s'është e mundshme. Po është e mundshme. Pana dietarët e mëdhaj, sikur se Imam Shafiu, para tyne Anas ibn Malik, Ibn Mesud, dietarët e mëdhaj, çka kanë thonë? Ka thonë në qoftë se një njeri për çka do që e pyet ka përgjigje fetare, kur nuk thot nuk di, thot ky është I çmendur. Tash mi thonë ti ka dalë pse ti se din ti dikush duhet me ditë, apo ti ka thonë Imam Shafiu, a ka me dal dikush që se dinë? Apo pa e din që s'ka çare dikon pa uzatet nuk di. E një njëri që kur nuk e zatet për nuk di, gjithë e gjonë që di, apo për çka të veç, në bas aty të parve, I ka thonë që kjo e ka një fabrikë, jo në rregull me ranaptën. Du të me mshel. Du të me mshel. Edhe një njëri cili, për gjithë kanë din me të kalzu diçka, në kuptim negativ, kjo I njek të metët e njerëzve, për gjyëtar, të s'ka mundësi ndryshe me I ditë. Din çdo gjë në detale, për hoxhallar, për xhamatin, për këtë, për atë kështu me radhë, atëherë ky pika I di këtë punë. Për vetë se I ndjek të metët e njerëzve ato. Në qoftë se shikojmë në aspektin shariatik, ky nuk është I thirrur për këtë punë. Apo nëse e shikojmë në aspektin fetar, apo ky nuk ka dije me vlerësu, edhe nëse din informata për filon e për fistekun. E për çka të bëhet fjalë? Për një kontroll të El Khabir. Apo ki nevojë mu kontrollu të El Khabir. Shka kontrollohu, apo çat në virus dikon del, diçka del. Ne ke pa ka njerëz të cilët edhe janë smut për disa gjërave. Vujnë. Apo po nuk shkojnë te mjeku. Jo pse në sabër lit mëdhaj. E ka pi sabër të nduroj sabër bash, jo, se ka për këtë punaj. Apo po ka frikë çka ka më dal atje, e çka duhet më dal pas saj, thotë më mirë me që dim që thot, se sa më thon që kjo ka më dal, e që do mundohet me ik realitetin mos më ballavoju me të, duke menduar se kjo e shmon prej pasojave të këtij realiteti. Ballavoju Allah, me veten tonë, me pasqyrën tonë, me dikon tjetër. Nëse Allah xhallahu ala është El Khabir. Andaj Allah thot: "Wattaqullah." Shiko, në surën Al-Hashr. Allah thot: "Wattaqullah, inna Allaha khabirun bima ta'malun." Wattaqullah, edhini çka është? Apo keni frikë Allahun. Vendosni mes juve dhe Allahut mbrojtje nga dënimi I Allahut. E çfarë mbrojtje? Allah inna Allaha khabirun bima ta'malun. Allah është khabir për atë çka bëni. Mos vendosni izolime false e u djeg xhenemi aftë. Izolimet falsa nuk I qëndrojnë xhenemet, I djeg me herë aftë. Andaj vendos izolim original. Apo e kush ka me verifiku originalitetin e izolimit? Ai që është El Khabir. El Khabir. Andaj edhe njerit njët në përditshme I thonë Khabir.
Ku në khabir, në gjuhën arabe, për njerëzve, ekspertit. Ai që është ekspert. Andaj parana ti për shkak kime boni një punë caktuar, kush ka më verifiku? Thot një komision xhallash. Këtu ne ja u pështillë se ku e di nëse çfarë lloj kjo, nuk di. Ti mund më manivdu që është lloji më i parë, sepse nuk jam ekspert në kësaj lamia. Mirë po, nëse vjen komisioni verifikues i ekspertëve që e din saktësisht qëndrueshmërinë e kësaj, e din këtë apo, atëherë diçka tjetër. Atëherë ndryshe punon, apo këtë ndryshe punon. E Allahu po thot, apo një njas i holl edhe i mirë i izolimeve të veprave ka me verifiku qëndrueshmërinë e izolimit përballë xhenemit apo. Andaj s'ki e sap me lujtë Allah. Nuk ki e sap. Andaj rregulloje cilëtinë e veprave tuaja dhe siguroje izolimin origjinal nga xhenemi. Allahu do të takullah përmes emrit të Allahut El-Khabir. Kjo është ajo që duhet të kemi parasysh. E dyta, ndëruar që ka të bëjë me emrin Allah Xhellahu Ala El-Khabir është se Allahu te bareka o taala sikur se ceka nuk ka nevojë për përvoja, apo ai e din fillimin e punëve dhe din mbarimin e punëve. Ai e din ku niset edhe ai e din ç'kjo ku ka me shtëpi. Hiç pa eksperimente. Prandaj, nëse El Alimul Khabir e ka zbrit Kur'anin dhe e ka dërguar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mas kësaj a jet ekspertave të kësaj bote apo me e verifiku vërtetësinë e El Khabir? S'ka mu. Çdo verifikim është nënçmim pastaj, nuk ka më verifikim. Apo çdo verifikim është lojë, tallje. Pas asaj që e ka verifikuar ai që është El Khabir. Andaj Allahu xhallahu ala është ai i cili e din çka i duhet këtij njeriu dhe është i njohur hollësisht apo çfarë i përshtatet këtij njeriu. Dhe në bazë të gjitha kësaj e ka zbrit shariatin. Andaj ne kemi nevojë të ndëruar që njerëzit të flasin për El Alim El Khabir. Kush e ka zbrit kët? Kush e ka mësuar kët? Kush e ka bërë kët? Sot thash njerëzit sa i referohen përvojëve të caktuara për mes për para ato. Edhe nuk e këshyrin fare ka herë për mbajtjen e asaj që e pranojnë. Në qoftë se vjen nga El Khabir, i dorëzohen tërësisht. Dhe këtë shembull e kam përmend disa herë dhe mendoj se ishte përshtatshëm sa herë të përmendet El Khabir, El Alim e kështu me radhë. Sa kohë ka kaluar apo që njerëzimi është duke provu efikasitetin e komunikacionit ajror të aeroplanit. E kam provu me mire herë e kam provu. Apo edhe jënë binë se është efikas. Përveç në rrëna të saktuara, ndodhin probleme si që të konë, ama në esencë është vërtetu efikasiteti ti, apo? Dhe njerëzit paguajnë pare, se falë nuk është. Jo, falë me konë, ani është darë njëri mu matë, a mund gjitë 11 metra alë, mas mund gjitë. Pa pare me unë dikush, pësjore, falë e ki, veç hajte me mund, 11 metra alë, ka dalë. Jo, paguajnë pare, e jo veç pare, po shtyën me rezervu, apo, e paguajnë tani edhe ekstra, apo veç me hypë në alë me krypun. Në 11.000 metra në altë, atëm. Asë nuk e, a i ke prëvu ti shrafat e aeroplanët a jenë mirë? Jo, vëlla, si ke prëvu. A e ke këshyr, a ka lënë djekë se të manë karburant, a o mirë, a keni mush mirë, Allah, se keni mush mirë. A i jepët raport për aeroplanin, gjitha pasagjerë që hypë në aeroplan? A i jepët? Jo. Asë nuk i kalzot, qka ka, asë që dëshmërë, kurës i kalzot, absolutisht, ti blen bilet, ungjësht, e a dikush të të pastaj, në gjitët, e shkan, e zbret, e kështu më radhë, të gjitha këtë situata, ti je komplet i zhveshër për gjithë mundësie me ndimu vitën tonë. Edhe që bon, i dorëzohesh komplet, rrin ullur, apo edhe udhëtan, pse? Kam përvoj ta, sërsef të aeroplanin të unë gjitë, apo? Kam përvoj. Bindje dhe se këta din dhe kanë përvojnë këtë drejtim, të bënë më u dërzuapën. Ashtë nuk vetë bile, po mirë kam po me bo morzu, që ka bohët, kur zvetë për këtë punë? Apo?
Edhe pse mundësia e morzu ekziston. Ekziston. Edhe me hup. Edhe hup. Ekziston mundësia. Apo? Ndërsa, kur vije fjala për shariatin, Allahu thot, hyp në shariat, se këna me shku nalt me të tru. Më ngrit, me të largu pi bërlogjeve të dunjas, me të hyp nalt, apo? Edhe të ka dalë njeri, kom do pyetje në apëtën. Kanë do me vetë me këto pyetje, a është i sigurt kjo aeroplana nuk është, a mund gjita, kanë do me vetë. El Alim El Khabir. E pse vetën, pse nuk e njohin apëtën. Se me njoft El Khabir, apo, jo me dy sy, po me sy e me veshë me qka koft, hyp me herëse. Ato që e ka bë, ato që e ka zbrit, për dëmonë Kur'anin, ato që e ka zbrit Kur'anin është Zoti i ekspertave. Ai që i ka kriju ekspertat, u a ka dhon dijen, u a ka dhon eksperiencën, u a ka dhon guximin, u a ka dhon përvojën, e ti aty në për i besan, e ati që u a ka dhon krejtën e njerëzve, po ka dalë se na du të me këshirë këtë punë. A është kjo logjikshme? Absolutisht jo, vëllai. Madje s'po flas veç për ata që kanë problem me shejratin e tyre, apo? Na kanë me shejrat, ata kanë problem. S'dim çka është ai shejrat. Apo? A me shejrat jo. Shariati dihet çka është apo. Jo veç ata kanë problem apo. Po fat keq se këtë problem po shfaqen tek muslimanët apo. E tek muslimanët. A ka obligime që Allahu na ka obliguar me to? A ka mësime që Allahu xhallahu ala i ka kërkuar për neve e që ende janë në laboratorin e veteve tona njëre jem të këshur njëre. Jemi duke diskutuar, diskutim me si për jemi. Na stojmë kështu se zguzojmë me thonë, apo? Por jeta praktike e muslimanëve jep me kuptu se bëhet fjalë për një eksperimentimi apo. Bëhet fjalë për një eksperimentimi. Dallimi i vetëm mes neve dhe ashabëve është mbyllja e laboratoreve apo. Që çikash? Apo do të më di dallimi mes neve dhe ashabëve? Apo ata e kanë mbyll laboratorin. Apo s'kan bëu eksperiment. Kanë is drejt e na për me dalë të shariati e kemi në laborator. Pa për unë njerëz dalim apo. Që kjo të mshele fabrikën e mrenshme në laborator të jashtëm në situata jote. Fabrikat e mrenshme me El Khabir rëzëj, msheli. Edhe laboratoret me El Khabir rënëj, s'ki që kam ja përvuti ati. Apo? Heq! A ka thonë Allahu xhallahu ala, u kry puna. Por sot njerëzit, fatkeqësisht po them, ne kur themi duhet me pasu Kur'anin dhe Sunetin, ne kena duke që frazë e shumë përsëritur. Frazë e shumë përsëritur, apo? Ndërsa, wallahi, hala nuk kemi arrit me emposht nefsin me Kur'an. Kjo është punë e madhe, apo? Kjo është punë e madhe. Nga se gjithmonë ja kujtoj vetes tem, dhe edhe ju e po a kujtoj, atë që ka ndodhur me Omerin radhiyallahu ta'ala anhu. Një rast që ne kanë ngu shpesh herë, mashallah Omeri, apo jo, nalu vëllai që tu, nalu. Kur i ka thonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ty du më shumë se gjithkon pas vetes apo. Apo e që kjo që i ka rënu laboratoret, edhe i ka rënu fabrikat e mrenshme apo. I ka kallzu tamam, që kjo është gjendja em. Ja Rasulullah, vetën e du më fort se ty, më të kallzu drejt. Vetën tem e du ma shumë se ty. Mirë po, kër i ka thonë pejgamberi se, la ja Omar, ja, së në regull kjo puna, po, s'kam që ka me bo, të arti që tuk, ja. Unë nalve që pak ka menu, ka thonë, që e kem në marveshen, e kena me i thonë dhe kësaj radhe po, ka thonë, ja Rasulullah, kjo pun qasër, kjo pun momentesh, apo, mirë po, formimi i brendshëm e mundëson një shpejtësit e tilë të në nështrimit. Ka thonë, oj dërguari i Allahut. Jo, s'është që shpëtha mëne. Po që shpëthu ti. Nuk ka njëri mi ftyrë tukës që e du ma shumë se ty. Ma djelë vetën tema. Ka thonë, elana ja mërë, që ta shpa. Apo? Nësa rafshe, ne ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se du të kështu mja bo, apo? Na themi se ka dalë mës, ose qka? Qka ka këtu për te i kësaj me shiku? Edhe në raportet e jashtme, edhe në raportet me njerëz. Madje edhe atë që e kom përmen, vazhdimisht, në raporte familjare, bashkërtore, me zvete, apo, si duhet komunikuar, si duhet sjell me zvete, si. I ka përcaktu shariati Allah këto pozicione, e ka përcaktu shariati edhe fjallën, edhe shprejen, edhe shtegun, ju të është me ecë, Allah, sot ju të me këqyr, apo ta qetë ty mirë, ajo,
apo në poshtësh, apo në nëqmosh, apo ngritësh. Ti s'kimi këqyrë të pozicione që ka po ndodhë pastaj. E jote është me shiku veç një drejtim. Apo, qysh jetim me lajmin e mësimin që ka nga El Khabir. Kur që ma tepër? Gjdo laboratori vendosën mes teje edhe mësimit të El Khabir, apo, e dopsën ndikimin e mësimit e ti dhe e vonan përgjithën të ndaj tij dhe ti dëmtohesh. Do njëtë me provu, Allah ju ka thonë, me kamat s'ka pasuni jepëtën. A i mbjen shambull e qysh filoni jepëtën. Ani, provoja pro. Allah ju ka thonë, me haram nuk ka bereqet, s'ka pasuni, kur? Allah ju ka thonë, ma nekasa malun min sadeka. Shtu kjo regull. El Khabir ka thonë, nuk dopsohet dhe nuk zvoglohet kur pasuria që nga jo jipet. Kush t'ka garantu? El Khabir. A i ka thonë, kur s'ka me ta paku sa t'jepsh, halat u të moptën. Po mirë, sahi, mirë me thonë, e qka për t'utësh pra? Ka frik me ngjezë qatin e vetë. Subhanallah. Ka frik, apo mu marrë me këtë qështje pëse? El Khabir. E përvu me është kjo punë Allah. E kam përvu rëbë të Allah të para te shumë, edhe hiq pa u përvu, ka arë nga i që përvojat e këtë dunjas janë dorë në ti. El Khabir. Allahu ka thënë, Allahu Gjellewala ka thënë, se guximi e as kujt, e as frika e as kujt, apo nuk e ndryshon qasën e vdekjes. Apo njëri shumë trim, Allah, shumë u koni guzim shumë, po edhe me pakon të si shdek qatë ditë, edhe frikat, apo, El Khabir ka thonë kështë, apo, a ka nevoj ende me përpunu guzimin e mbrendshëm për jetën që kemi mi adhënë Allah Gjellewala, apo, Allah ka nevoj me investu. E për shumë gjërat e tjera. Prandaj, duhet të them që këtë shërat e ka zbit El Khabir. Dhe ne duhet që në bazë të kuptimit të këtij emri të sillemi përballë shëratës e tij apo. E jo të kemi laboratoret shumë të fatkeqësisht apo që qëndrojnë mes neve dhe fjalës së Allahut azza xal. Pa kaluar ato laboratore, pa më mush mu zemra mirë, pa më qetësu mu, pa e pa në pozicion tem, unë mos portzona dikon mos, pa i pa këto këtë mirë thot, unë s'pranoj apo. Nas themi kështu larg asaj. Se ato dikur se e keni u studojnë muslimana, mos vetë, ja, s'kom një kërkan, unë s'pam që kom një, unë e kom pa. Apo, s'ka në meni, në po shohim. Apo, e pa mi është me forë se ndëgjimin. Apo, me pa është me forë se me ndëgjua, pëtën. Përndaj, ma mirë shkon veç meni, jemës me pa, pëtën. Po fatkecia është se po shohim laboratore, jo të ju, jo të vetja jonë, të gjdo kush, laboratore që në to eksperimentuat, apo, lajme që vijen nga El Khabir, e në qofë se i te i kalan kriterit e nefësit dhe i përshtatët komoditetit personal, e ja për ju në vazhdo matutja. Po në qofë se jo, apo, pastaj faze e arshme e këti laboratori, krast eksperimentimit është arsyetimi. Apo, ne e futëm ajetin në eksperimentim, në qofë se nuk e kalan përimin, kalan në arsyetim, pastaj del fund në zbatim. Apo, do mund eksperimentohet, arsyetohet, pastaj zbatohet. Po pa kalon këto dy faza, zbatimi ka vakt njëra, ka dale duhet apo. Andaj rënoni këta laboratore u lëndruar, prishni këto fabrikat të mrendshme, lidhni me Allahun xhallahu ala me kuptimin e drejtë të emrit të Allahut El Khabir. Gjithashtu ajo që dua të them në kuadër të kuptimit që dalin nga emri Allah xhallahu ala El Khabir është edhe ajo që Allahu na ka lajmëruar se do të ndodhë nga zhvillimet para ditës së gjykimit, dhe ato që do të ndodhin pas vdekjes së çdo kujt prej neve, dhe ato që do të ndodhin ditën e gjykimit, nga zhvillimet e lloj-llojshme, apo nuk ka nevojë njëri me i provu, nga se i ka sill El Khabir. Në shikoni vëllëruar në Kur'an, në sa vende është përmend dita e gjykimit, rrallë herë vjen përshkrimi i ditës së gjykimit në kohën e ardhshme. Edhe pse si ngjarje është e ardhshme e kaluar. E ardhshme është.
por shumicën e rasteve përshkrimi i ditës së gjykimit dhe ngjarjeve në këtë ditë vjen në kohën e kaluar. Allahu el Khabir po të thotë merre këtë punë të kryme, mos e provose ç'është është. Kale, ka thonë, kush ka thonë? Ata ai që është në zjarr, kalu ata që është në zjarr, pa ta lënë s'kan thonë. Allahu po merret të kryme, ç'është kanë më thonë ata. Ç'është kanë më thonë, ç'kjo ka më kon keqardhi atyne. Ç'është kanë më kon. Ata që në xhenet, kalu kanë thonë, pa ta kur kush në xhenet s'ka ç'tashti. Merre këtë punë të kryme si me hi. El Khabir po të kallzon. Mos e provo. Hajt njerë të provojmë të fshirëm. Vallahi kur është xhenemin, ne më kanë qenë shtopën. Se tani mos ka mo. Nuk eksperimentojnë lajmet e El Khabir. Ata që të keq. Apo ai është se të ka kallzuar se çka ka menduar. Merre këtë punë të kryme. Merre të kryme se veç me punë të mira pështon. Merre punë të kryme se veç me gjunohe dënohesh. Të kryme merre këtë punë. Ti pastaj e din që i donë gjunat e sevapet të punë e jotja. Po dije se me lajka, me dinakri, me munafiki, me jo sinceritet dhe vetë vetës, s'ka shpëtim të imapëtën. Edhe në qoftë se qatë bali për i sejgjë dhe apëtën. Këtë punë meret kryme, e ka thonë El Khabir, mos e prova vllai nderuar, mos e prova se nuk është mirë me provu apëtën. Andaj meri këto premtimet e Allah xhallahu ala, këto kërcënimet e tij dhe këto inkurajimet e tij, meri të kryera. Nga se El Khabir është duke thonë, apo ai që jo vetëm që e din, apo, po ai e din atë që ka më ndodh, njëjtë sikur ai që ka ndodh. Njëjtë për ta. Tek Allahu e ardhmja, e tashmja, e kaluara, s'ekzistojnë Allah. Kohërat janë për neve. E kaluara është për neve, e ardhmja për neve. Tek Allahu xhallahu ala këtë një. A ka tek Allahu të kaluara të ardhme? S'ka, këtë një. Andaj sigurisht që ka më ndodh, është një sigurisht që ka ndodh tash, njëjtë është. Nuk ka nevojë që të ndodh e më u bind, atë thësha që është. Atë thësha. S'ka nevojë. Andaj na kemi pengesa, kemi perde, se jemi rob. Allahu xhallahu ala ka vendosur të pengesës sprovë për neve. Po nuk duhet njëri këtu sprovë me i të kalu, tu prek. Jo, aftë. S'ka prek as kurrë. Veç nga. Çka thotë El Khabir? Këtu çështu se lopta. Hiqë durt. Mos u maj. Apo njerëzit të preku njëra o fort. Çka kime preku lopta? Apo djen El Khabir këtu po thot duhet të soi me krymë rapën. O beri o lopta. Apo çto është ajo El Khabir? Na alo të kthyn ka pak për shumë, veç njerëz, por s'podhem ka. Tani më shoj. E kështu s'don Allah xhelalu ala. E të s'ka bërë çfarë son. Kur të shese po e provon, nuk don aftë. Nuk don me të pa ka e provon Allah. Don me të pa ka bindesh. Allahu e don bindin, jo provën. Apo provat janë për dikun tjetër. Prova eksperimentin këtë dunjë apo del çdo të punë, të provaj. E po mos e provo Allahu xhelalu ala, mos e provo shariatin. Se nuk don Allahu xhelalu ala provu. Kush e ka provu, dështon. Kush e ka provu, ai përgjigjet Allahu si përgjigjet atë. Kush e ka provu, a shërohet me Kur'an ajo, së shërohet. Provë s'ka këto, duhet bindje. Allahu nuk don prova. Andaj El Khabir, apo, na mundson që të bindemi e jo të provojmë. Dhe për fund që duhet të them për El Khabir, me e kthy në rrafshin njerëzor. Apo, thashtë tek Allahu xhallahu ala, përvojat nuk janë të rëndësishme. Nga sa ai është Zoti i përvojave. Por në mes në njerëzve, na mes neve, a duhet me i marrë në konsiderat përvojat jashtë kësaj baze, jashtë Kur'an dhe Zotit po. Duhet të konsiderojmë përvojat e njerëzve të dishëm, me njerëzve më të vjetër. Prandaj edhe ne në mes në muslimanëve duhet kemi njerëz që janë, sikur se kemi përmend edhe në kuadrat e emrave të tjerë, eksperta që kanë bashkuar mes dijes dhe përvojës. Dhe në bazë të kësaj na japin udhëzimet e duhura për problemet e caktuara që ne i kemi. Nuk kemi nevojë të gjithë apo të provojmë gjërat e njëjta. Nuk kemi nevojë të gjithë të bim rrugës së njëjtë. Po të mjaftojmë me përvojat e njëri tjetrit apo për t'ju shmangur pasojave negative që dikush para neve ka provuar. Shmangju. Nga se përvoja në këtë rast është më rëndësishme atë. Dhe nganjëherë përvoja ka përparësi para devotshmërisë në disa aspekte. Njëri mund të kon takva
i devotshëm, po mes ti me Allahut, do puna s'ka përvojë Allah. Apo njëri më koni ditur, ka dije, po s'ka përvojë. Këtu vjen përvoja. Këtu duhet përvoja. Apo andaj çdo gjë e kërkon mjeshtrin e vet. Po për me ndërtu një shtëpi nuk duhet devotshmëria, po duhet mjeshtria. Apo për me ditë një zhvillim të caktuar, aktual që po ndodh, nuk duhet devotshmëria, duhet gjithmonë, po nuk është ajo vendimtare. Ka mundsi përvoja dikujt ka dhënë çu lavdën. Unë nuk di shumë, as nuk fal në bakja shumë, ama çto që hiç ne kena përmendur që do gjithmonë atë. Besoj vëllai. Nëse nuk bien ndesh me shariatin, kjo kushti. Që nuk bien ndesh me shariatin, kjo kushti. Sikur që e ka bërë këtë Omeri radiallahu ta'ala anhu e dini, kur kështë afru tek Shami, dhe ka marrë vesh se është përhap kolera në Sham. Po nuk ka pas argument. S'ka pas hadith. Çfarë më bën këtë citat? E në mungesë të argumentit, vije konsulta e njerëzve me përvojë. S'ka argument, kur s'kemi dije shëratike, nuk kemi njerëz që shëratikisht në ashtjellojnë këtë çështje, që s'ka për këtë shpjegim, ose s'ka njerëz, atëre me njerë këta i zëvendësojnë njerëz që kanë përvojë këtë mejdane, këtë fusha. I ka konsultu muhaxherët, ensartë, ata, jo hen, jo mëse i ka thonë 2 palë për jashtë. I ka thonë thermin i pleqt e korejshve aftën. Pleqt e vjetër. Jo në kuptim më shumë ba. Ata që kanë qenë mas firmë, ata që kanë provu, kanë shëtit në për tokë, ata e din që ka kolera, ata e din që ka bot, kur një ushtrihim në një vend, ka provu e këtë punë, Allah. Për i ka thirë të vjetrit, apo e korejshve, pleqt e korejshve, të pjekur të korejshve, të gjithë një zëri. Pa e këthira o feq, kanë thonë, la tuhlik ashabe Rasulillah. Mos si shkatra ashab të pejgamberës, mos si mëra naftën. Mos si ngëna neve këthau për Medina naftën. I unë që do atje ka thonë, kjo është ike pikaderit, e caktimit Allahot, Ani, këto mësime tash se kanë venin këto. Apo? Se na po ikën pikaderit Allahot në kader të Allahot, si ka meri sa o këme që më konë. Si ka përnu këto, se ka na dykurës, Allah që një me Allah, po, se ka venin këto ajetje, për. Këtë se ka venin këto, për. Sa i jënë do ajete, që shtu të është vërtet, ama jo që të. Këto se ka venin kjo, për. Për ata, edhe, kër i kanon Aliut radiallahu anhu, për gjykimin, se ke përnu gjykas pas Allahut, e këne ka po gjykas, Aliut radiallahu anhu e ka që, një pja sahabëve, edhe Muaviu një pja sahabëve, më marrë vesh si burat, a e nalim këtë lufta ja. Në këtë rast, shëriati ka leju një ndërmecim të kësaj natyra, që përvojat e njerëzve, maturia e tyre t'i ullë gjaknat, dhe tension e gjakut. Takvat e havarejgjve. Ka thonë, kjo është gjykim me liqët e përliqët Allahut, apo, kjo është gjykim i njerëzve. Edhe kam fillu me përmen ajete që është e vërtet që ashtu është. Apo? Por të, në aspekt në jashtëm, po që ashtu është. Po jo që të. Andaj, për disa argumentime të këtilla të kësaj natyre, që i kam bu havarejgjt, ka thonë Aliu radiallahu anhu, kelimatu haqqin, uride biha batil. Po, fjallë e vërtet është me ta. Fjallë e hak është kjo. Po me te synohet e pavërteta. Apo, me të vërtetën synohet e pavërteta. Andaj, Omerit radiallahu anhu, po i thënë, po i këpikaderit Allah të gjelëve. Po nëse Omerit se ka dëshmu që ka marrë është kaderin Allah gjelëve, kërë ka marrë është Allah? Apo? Si kurse a i hajni, o për të ka dasht me e për... Që ka njerëzit, subhanallah, nuk kursen për me pështu vetë në tyre asgjë. Ma di dhe keq përdrimin e shariatit. Sikur që ka fillim. Ka marrë mja këpu dorë një hajni, ka thonë, saraktu bi qaderillah. Ka në konvjedh me caktim të Allahut. Ka thonë, edhe na me qatë caktim njëtin për të këputim. Me qëta asna si për duar për tjetë. Qa me qëta njëtin na, edhe na me qëta për këputim. Njët. Me qatë caktim të Allahut që ti ke vjedh, me qatë caktim na për këputim. Njët, asna së më dalim për kësaj. Andaj, i ka thirë pleqt e korejshve. Ata dije s'kan pas shumë, ata vone kanë përnu qëtame, ata nështë ilmë s'kan pas, pa ata përvoj kanë pas. Ata e din që ka i bjen më ufut me një vend që është përhap epidemia kolerës, e din. Dhe në momentin kur Omeri ka marrë vendim që t'i shmanget hyrës në këtë vend, ka ardhë Abdurrahman ibn Aufi radiallahu anhu dhe ka thonë, për udhëtimit ka qenë, në ekspedit larë ka qenë, ka ardhë, i është bashkanjit ushtrisë dhe i ka thonë, e kam dëgju pejgamberin sallallahu alajhi wasallam i cili ka thonë,
nëse ndëgjoni se me një vend është përhap kolera, tauni, epidemia, ngjitse, apo dhe jeni brenda atij vendi, fala takhruju. Mos dilni pi aty atë. Mos dilni me përhap smundjen. Ndërsa nëse nuk jeni fut, fala tadkhulu. Mos u futni brenda atë. Kur argumenti ta ran përvojat. Ne po shikoj përvoja njerëzve, apo mençuria e njerëzve të pjekur që i ka rregj kjo jetë me sprovat e saj, ka ra në ujdi me shpallin shërat në Allah xhallahu ala. Andaj nuk duhet në emër të për shembull se na kena dije më shumë se do pleq, apo e do njerëz më të vjetër në Islam, na ngojmë derse, na lexojmë libra, na përcjell na di më shumë se këta, nuk duhet kemi na bëj që na ata më injoru mos më ngu për asgjë. Absolutisht. Po për shariat, për argument, duhet më ngu i dishme, ai që din, i vjetër i kush do koftaj. Por për përvojat jetësore, për do punë, ngoj më të vjetët. Ata e din më mirë. Ata e din më mirë. Prandaj subhanallahu, këtu dua të them për fund, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka përmend dhe ndëruar cilësit e kujna? Cilësit e xhavarejve. Atyre që kanë mi dëmtu musliman në emën të fesë, në emën të xhelozisë për fe, në emën të gjykimit me shariat, kanë mi vrarë sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po, në emër saj ata kanë bo. Dhe çfarë problemi kanë pas xhavarejt me Aliun radhiyallahu anhu? Problemi kanë pas. Kanë pas se Aliu e ka lëshu fen. Aliu radhiyallahu anhu s'po gjykon me shariat. Qafer do të me vrarë. Allah vetë për shta. Kur far problemi tjetër xhavarejt nuk kanë pas me Aliun radhiyallahu anhu. As muslimanët e tjerë kur farat. Kur i ka përmend cilësitë e këtyre njerëzve, çu duken këta, kush janë këta? Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, hudatha'ul asnan, sufaha'ul ahlam. Wallahi këtë cilësim është i vazhdueshëm deri në Kiamet. Çka është sufaha'ul ahlam? Jetojnë në ondra. Apo ata lidhje s'kan me realitetin me këtu. Ata absolutisht nuk dinë çka ka bërë. Ata jetojnë në ondra. Apo edhe hudatha'ul asnan. E qka i ka bo me jetu në ondra, si unë qunë gjgondra të ala, hudatha'ul asnan. Subhanallah, shiko kë shpejt gjuhën arabe, dhëm të ri kanë halata, dhëm të qumshti kanë atë halatën. Ata halat s'kanë kafshu mirë, se mi kafshu mirë këtë dhëm t'ju thejnë, se kanë përru halata mirë kafshimi që shi bjenë me kafshu që shduhet atë. Apo? Ata i kanë halat dhëm të qumshti, ata halat thithin qumsht. Shtu ka thonë pejgamberi, hudatha'ul asnan, sin, apo është mosh, është e vërtet moshaj, sin, po edhe sin i thënë edhe dhomit. Apo dhëm të ri kanë halakta, halat qumshtit i kanë, halat për një mes ju kanë dojë dhëm të burrav, se kanë përru halakta kafshimin e jetës, apo halajet të në për ondra, që ta flasin gjëra, duhet kjo, duhet aje, duhet me abo këti, kështu e, kështu e, e pastaj një gish dikush kur përjap me kafshu, për ju del pak si fart, tani me njëherë, po dalin deklarata pak ma tjera, apo se tash edhe ata po dishin me gjykume, dobi edhe dam. Apo e tash po bëjka me bëhet dobin edhe damin. Deri dje s'është bë, duhet drejt, tash po bëjka. Pse? Pse dikush një shtog na ka me kafshu një 2 dhëm përpara na u thyn s'po bëjke. S'po bëjke, se po u thëshin dhëm vallahi. Po u thësh e thjen vallahi, që nuk thjen. Andaj këta njerëz të njum, këta që nuk e dinë çka daveti, nuk e dinë çka thirrja, nuk e kanë përvojën e ballafaqimit, nuk e kanë. Edhe sot shumica atyre që bëjnë veprime, të cilat e dëmtojnë Islamin, e dëmtojnë davetin, shumica prej tyre, shumica dërmu, ka, bërështimes, po flas, dikush me më bjen, që ky që thotë kështot, qëra na kanë gjetë një që sot që kështot, apo, mos u lani se e di që ka më vjetër, apo, po flas për shumicën dërmuese. Shumica dërmuese atyre janë mosh 18, 20, 22, 23 e kështu me radhë. Çka din ky pjetë vëllai nderuar? Për punë madhore, punë mëdha, që për to Omeri i kishte mbledh luftarët e Bedrit, që shpjegojmë këtë punë. Pleqt i ka mbledh, shikoj, vjetër i ka mbledh, sa konsultimin e ka bë Omeri radhiyallahu anhu, thiri muhaxhir, thiri ansar, thiri të vjetër, thiri ata mendon 100 herë për çka? A më fut në Sham, xhihad me bua, mos më fut atë. Sa atje është një smuj u bë. Një smuj u bë, edhe duhet me këshilla me hija mos me hija atë. Apo sot përhapën 100 epidemi tjera të fitneve të lloj-llojshme,
Edhe kush as kënd të menqur, as të urt, as me përru, nuk e konsulton, a me hi vëlla aty, a mos me hi, a më kap në epidemi, a së më kap në epidemi. Pse? Se qëllimi është i mirë, na bojmë gjihad në rrugt të Allah xhallahu ala, edhe s'kena nevojë me i pyet ata që e kanë shu dinë Allah të rrugën e tij. Kush thot kështu? Këqyria u vjet, këqyria u investimin ato. Kur ka fillu kjo me ditë për këtë dinë, që sa është përvoja e ti në ilmë dhe në dave, sa është përvoja e ti, apo, eshe, sa është ora, e këti problemi aftën. Andaj përvoja është shumë më rëndësi, eksperienca është shumë më rëndësi, apo, konsultimi i më të vjetërve është shumë më rëndësi. Normalisht, kjo eksperiencë, kjo përvojë nuk është mbi shariatin, por mos vjen dikush me thonë që ka thonë Allahu kështut, edhe na së vesëm kërkam për këtë punë. Po, Allahu ka thonë kështut, pa ka thonë për qëtu, as ka thonë, e kjo është pikpytje. Na qëto pëtëm me diskutu. Se kur kush nuk pa e konteston ajetin, apo, por pa e konteston përdorimin e këtij ajeti. Në çfarë lloj mënyre? Në çfarë lloj mënyre? Prandaj kemi nevojë për njerëz të matur, kemi nevojë për eksperiencën e të vjetërve. Edhe ata që kanë kaluar në xahiliet, lloj-lloj eksperiencë, na duhet përvoja atyne për shumë punë në Islam të konsultohen, e jo të mbeten në bisht. Pse? Pse kur hi kjo dje po falet, po falet dje, po moshën se kapi djesht atë. Apo kjo një 40 orret në xahiliet atij atë. I din ky bagi do punë më mirë se ti që falet që 10 vjet se ke provu kur haramin çka është atë. Apo ky e din më mirë çka i bën puna me kon këtu i fërkum. E din ky më mirë. Andaj nuk duhet tani me largu, do të kemi afër. Në konsultim thash gjithmonë duke bashku mes argumentit shariatik edhe përvojës edhe eksperiencës. Këtë në mësën emni Allah xhallahu ala el-Khabir, dhe në këtë mënyrë respektoj çdo individ i këtij komuniteti musliman për përvojën, për dijen që e ka, që ti kontribon pozitivisht çështjeve të muslimanëve të Islamit kudo që ka nevojë atë. Andaj këtu janë disa dobi që po ta mundësimi përmend lidhur me emrin el-Khabir. Allah na përmirësoft të brendshmën tonë dhe në rënoft fabrikat e prodhimit të bindjeve falso. Dhe gjithashtu Allahu na mundsoj që me emrin e tij el-Khabir të rënojmë laboratorët e eksperimentimit dhe të arsyetimit, apo po të kalojmë më herë në fazën e zbatimit dhe të nështrimit. Allahu xhallahu ala na bëft sinqert mes vete dhe na mundsoj që të shkëmbejmë përvoja mes vete për dobinë e Islamit dhe të muslimanëve. Allahu i shpërbleft. Wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.